është çështje preferenciale, këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht e partner. Çështja është që ne nuk po hapim kundin e Pandorës për shkak se për çështjet që gjykohen një herë gjykata kushtetuese nuk bën një interpretim të dytë, vetëm se mundet me përsërit në linjën e dytë se cili është veprimi ose cilat janë konsekuencat e mosveprimit. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese është tepër eksplicite në këtë pikë. Ajo mes tjerash, po parafrazoj se nuk jam i mirë shumë në citime, ka deklaruar që gjithë deputet që kanë fituar mandatin dhe janë deputet të Parlamentit të Republikës Kosovës kanë detyrim ligjor dhe kushtetues pjesëmarrjen në proces të konstituimit të kuvendit. Nuk i detyron ata për që procesi votimit të jetë detyrues ta zonë për qeverinë ose për ndonjë proces tjetër. E thash rrjedhimisht kjo çështje se mund të jetë potencialisht objekti trajtimit të gjykatës kushtetuese, unë mendoj që do të ishte mirë sikurse dikush ta adreson këtë rast që të kemi një interpretim të tillë. Ndërsa edhe një herë për çështjen e koalicionit, meqense kolegu ju më adresua dhe mu personalisht rreth çështjes së PDK-s, po e kam thonë edhe herë të tjera që PDK-ja është tregu ma fleksibile edhe ma e hapur në kontekst të ofrimit të rreth një tryeze kur diskutohet për daljen nga kriza në këtë situatë, po në anën tjetër është çështje preferenciale, këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht e partner, po sipas gjitha gjasave LDK-ja ka një çështje rigjide dhe dëshiron një partneritet vetëm ku është PDK-ja, po jo dhe ku janë partitë e tjera. Edhe një diçka tjetër në funksion të kësaj, nëse më lejohet, diçka që është e drejtë e lëvizjes vetëvendosje, që e ka fitu me besimin e votës qytetare, edhe me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, ku shprehet prapë në formë eksplicite, që kryetari i kuvendit i takon subjektit ose koalicionit i cili del i pari në zgjedhje, këtë rast koalicionit fitues vetëvendosje Guxha dhe Alternativa, pse këtë drejt dikush me pretendu me përvetësu nga partitë tjera opozitare. Diçka që është dhënë e drejt në aspektin ligjor dhe kushtetues, që është legjitimuar përmes votës qytetare, kush janë ata që kanë të drejtën që këtë drejtë të qytetarëve dhe gjykatës kushtetuese ta përvetësojnë dhe të marrin të drejtën për me propozu mbrana llojit. E në një logjik të tillë, sikur se e tha edhe Mimoza, atëherë ne do të futeshim në një cikël ku për ne do të ishin të papranueshëm gjithë kandidat e opozitës, këtë rast që vije si propozim nga PDK-ja dhe nga LDK-ja për në kryetar të kuvendit. Do thotë diçka që është parim, diçka që është e drejtë, diçka që është e fituar me votë qytetare, nuk munden individ e asnjë parti tjetër politike që janë humës të zgjedhjeve me ja përcaktu fituesit se kush do të jetë emri i përveç.